E ke lanë Italin veç për me o marrë me bujqësi në Kosovë? Unë nuk u mujtë me gjithë të rrugë 5-6 euro, 7 euro në për e rrugë. Që të i mullë për shemull me nejtë në qytet, në një rrugë standart që i kim na 300-400 euro, edhe milion këtu 4-5 euro. Sa është një mesatare që ju e nxjerrni për një muj? Dikun 7.000 euro. Përshëndetje për gjithë miqtë e mi. Unë jam Eliona edhe sot kemi ardhur në komunën e Lipjanit në fshatin Medvec për me taku një djalë të ri. Lirim Shala, një fermer i cili ka lënë Italin për 4 vite për të kthyer në Kosovë që të punojë me bujqësi e blegtori. Pas pak do ta kemi rastin të shohim dhe të dëgjojmë shumë të thëna nga ai. Siç ju thash pak më herët, e kemi afër lirimin, Lirim Shalën fermierë, Lirim faleminderit. Faleminderit për ju. Çish po kaloni? Mirë, faleminderit. Po mirë, tash ti me punë pranë verës. Çish po je ecim punë? Mirë, po përgjithësi mirë. Tregona pak sa është e vështirë koha kështu me menaxhu jetën që e bëni këtu. Me çka mirësh? Pak dën kjo, pak po më nej ka vështirësi se shumica ma shumë ka vështirësi në kohën e dinit, periudhën kur janë lëp në shell. Ju do të thonë merreni me bujqësi dhe blegtori. Po. Përshkruajna pak punën që e bëni. Po i puna jam është që kjo, me lëp, me dele, gjatë sezonit edhe me blet. I kemi edhe blet që janë në teren, i qujnë në përbishk, ndryshme. Ka 2 javë një muaj procedurat e tyne, në teren jemi në stop edhe me blet, edhe me lëp, edhe me dele. Se cila ka me sezon, të shkujnë se cila i ka punë të vetat ndryshme. Mirë po, ma thjesht edhe ma letë është me lëp. Edhe po menojnë këtë periudhën e pranverës tash, kur nuk kanë punë do të veç natyrë. E keni matlet? Po, shumë matlet, se janë veç natyrë. Po tregom Lirim, e ke lanë Italin veç për me o marrë me bujqësi në Kosovë. Pse e le Italin? Kush të shtyju? Çka të shtyju me e lanë? Po i mas pari veni jam që të ngrej, ku do që të shkësh edhe për atje na shku. Jo veç atje, po ku do njeri që të munuhet për një jetë më të mirë. Kjo kuptohet, se cilë e zgjidha punën e vetë, profesionin e vetë, për me pas një jetë më të mirë, edhe më të lehtë, edhe kur on punë interesi. Edhe si veni ju në një s'ka, edhe në 2 ma fitim prurse si në Evropë, po si po 1-2 herë më shumë. Edhe si shumica e biznesov në Kosovë, është ma fitim prurse. Edhe me pak stres, edhe me pak lodhje. Do më thonë 2 fish më shumë e nxjerr një pagë se sa në Zvicër ose Itali apo në një vend tjetër të Evropës. Po, absolut. Ja vlen, sipas teje ja vlen me u kthy në Kosovë, sidomos në fshat me jetu edhe më mirë me bujqësi. Edhe mundesh më mirë me bujqësi ose me blegtori, mundesh edhe hiç për shembull pa i pasur, mundesh më mirë veç me toka. Duke prodhuar tu mirë me mistre, me grye, me këto gjanat me radhë, që ka do të shumë, se shumica janë edhe që nuk punohen, edhe ka mundësi, edhe nëse s'ki mundësi mi postuat, është mundësia me qera, ka shumë mundësi tjera që mundesh me punu tukë. Tregom Lirim, sa është një mesatare që ju e nxjerrni për një muj rreth pagesës që ju e përfitoni me bujqësi? Po, tu i përshit gjitha me lëp, prej lëve, prej dita, dhe prej bleta, dikun 7.000 euro. 7.000 euro? Është 7.000 euro. Tarnat mojore që janë të prej qumshtit, mishit, edhe pa e përfshi tregtien jetore, do të thotë për festën e Kurban Bajramit që është edhe për festën para vitit të ri, që është për bita. Sa e shqipni për shembull një kurban për Bajram, sa është një pagesë për ta? Në 200 nuk ka, prej 200 euro dhe për vit. Kurse bikat i kemi 2.000 euro, 1.800 euro, 2.000 euro, e kështu me radhë. Lirim, tregona pak jetën në Itali. Qysh ke kalu në Itali? Çka ke punu atje? Në Itali kom punu si gjithë shqiptarët të të që jam munu me gjithë shka atje. Me ndërtimtari, me çdo punë, po nuk u mujt me gjithë vetëm. Jam detyru me ndrohë shtetin atje, për Italijës me provu edhe Zvicrën, nëse jam që atje thonë që të hargjë
edhe Gjermanien, edhe në Austri jam konë pak në Hollande. Mirë po nuk mujta me gjetë vetën kërkun. Sa vite tha që ke qëndru atje? 4 vite. 4 vite, brenda 4 viteve ke ecë këto 3-4 shtete për me... Ma shumë në Itali këm ne, po vizita qështu, në për këto shtete jam thonë, edhe prej Kureshtjes. Do të hajtë se më s'ka qështu në qitë shtet, hajtë edhe qitë shtet, më s'kaj atje më metë më ratë, tani... Po kush ka ndihmu atje dikush, e ke pas dikon prej familjarëve shoqërisë që ka ndihmu? Shumë të vështirë, nuk kom pas familjar, në fillim jam shku 15 vjeçar, jam dalë ilegalisht do të në zezëm, për në Itali, kom pas jekinja shumë rrugë, kom bo një javë ditë gjatë rrugës do të jam dalë në Itali. Qysh ke shku diri atje? Konflikt. Dhe me thonë ke shku në kom disa pjesa të vendeve, ke shku edhe... Në vende po, me ka, për shembull, në një vend këna nejtë 2 ditë natyrë do të midis malit me Kroaci, Serbi-Kroaci, kemi nejtë, edhe u konë kuha shumë me reshje, u konë vjeshta, e mojmen, u konë mëndori, prejmë pas ullë për Itali, ka pas qavina, ka pas, u konë të merë, u konë. A ke pas ushqim e veti? Nuk kena pas ushqim besabes, gjatë rrugtimit aty 2 ditë malë, gjatë natës e humbi rrugën e vaj që ishke të na qitë për Itali, edhe në latu me pritu një krukë gjatë katë, dhe e erdhaj dhe njëftu me vendin ku është të haj vetë nuk e dike. Edhe erna mërë, do kesh mi frikë, kena pas jekinat më oja, kena ndëgju lerimat të ishve, dera vdegër. Që ke kalu këtë farë pjesë, do më thonë a e friksu gjatë rrugës që ke shku diri atje? Po e thashti, edhe mirë nuk e na kalu, po qëllimi është destinacionin me mëri. Edhe kemi mëri, po nuk kemi gjetë diçka. Që nuk surprizu, diçka të mirë nuk kemi gjetë, ma të mirë si në vend tonë nuk kena gjetë. Kena gjetë njerëz. Çdo kush punon për interes të vetin, çdo kush punon për punë të veta, mirë po unë nuk u mujt me gjetë vetën, me po dikun të këshyrë dikush më të shfrytzu për punë të veta, më shfrytzu maksimumi, se punë të keqe nuk ka, puna është punë e mirë, çdo punë që e ban njeri, po kur e sheq po këshyrë më të shfrytzu maksimum. Po më thonë si, edhe aja më ka pengu mas shumë ti, edhe nuk e kom leju ata. Jam marrë me munu vetën, punë tem. Sa e ke pas? Po, sa e ke pas për krahjen kur je nis me shku në Itali? Sa e ke pas për krahjen e familjes për me Po, pak dalë? kom pas për krahje. Se edhe atëherë kena pas 10, edhe kom pas pak për krahje, po jam konë adoleshent, jam konë i ri, edhe menoj që du të me dalë se cili me eksploru ku adoleshent edhe me këshyrë botën ka t'i bjen ma mirë. E tash për tash, Se do më kena thonë, pas fitime edhe atëherë kena pas fitime të mëdha, po jam dalë veç me këshyrë, ka është. tash për tash e ke pa që jeta ma mirë në fshat edhe po mund është me ja dalë shumë ma mirë se sa atje. Qysh e kishe përshkru jetën tane në vazhdim? Jetën në vazhdim? Në vazhdim menoj me rrit numrin, për momentin i kam 30 cupa lep, menoj me bon 60, një ndim ma kam premtu një vlla, që e kam në Gjermani, edhe një vlla këtu, më kanë premtu, edhe menoj me rrit numrin e tyne, menoj me rrit edhe numrin e delëv për kurban. Shumicave që janë dalë, veç unë jam tu me gjanë, në qytet bykatunët për rreth, veç unë me që mira me bojësie, blektori. Përgjësi me blet, me lëp, me këtu, me dele, që ato 200.000 euro, 200 prej zerë. As një ndim do të prej shtetit, apo prej dikujna, apo si krejt prej zerës. A kishe dash ndonjëherë me lëshu do më thënë katunin këtu që jeton me dalë në qytet edhe me u mirë me diçka tjetër? Se në qytet kemi edhe në qytet. Banes, ato në qytet, tu i kam që i punë 20 hektarë truk, i kam gjonë edhe nuk muj milon këtë kapital e këto gjonë e këtë bukuri e me shku me nejtë me nga 4 zitna ose i qilën për pjetë me po. I kam edhe bletat, sezonën të ashtë i punoj me tu. Sa bleta i ki? I kem 100 cupa blet. Sa më të me shku një kapitali bletve e krejta këtynve që i ki këto? Vëllai, përgjësi me blet, me lëp, me këtu, me dele, shkujnë dy unë 150.000 euro për menoj. është një shumë do më thonë maramendste. Edhe me mjetet bujësirë,
që ato 200.000 euro dysha, që ato, të 200.000 jeshi, do të me mjetëve të nonke komplet, prej zerës. Asnjë ndim do të prej shtetit, apo prej dikujna, apo si krejt prej zerës. A ke vizu ndonjëherë në donacion diçka prej komunës që ka të bëjë me bujqësi? Ja, san absolut. Por heq prej tyne nuk pas asnjë subvencion. Asnjë ndim diçka në mjetë bujqësur, apo diçka që kemi nevojë shumë, nuk kemi prej komunës. Krejt mjetëve të nonke. Do thënë krejt ai ke blej personalisht Po vetë. krejt personalisht. Edhe Cili mendon që kishte me qenë zhvillimi në vazhdim rreth bujqësisë që e bën këto? zhvillimi në vazhdim mendoj që ka me koni mirë. A kishe dash ndonjëherë me lëshu domethënë katunin këtu që jeton me dalë në qytet edhe me u mirë me diçka tjetër përveç bujqësisë? Jo, absolut. Se në qytet kemi edhe në qytet. Banesa, po... Keni banesa që ju qeni me qëra? Po, janë tona personalisht, po nuk dalmi në qytet, edhe nuk e kim qytetin larë, po nuk dalmi në qytet. Tu i kam që i punë 20 hektare truk, i kam gjonë, edhe nuk mëj milon këtë kapital, e këto gjonë, e këtë bukuri, e me shku e nejtë në 4 zitëna, ose i qilën për pjetë me po. Dhe më thonë, natyra për ty është edhe me një farformë relaksim për jetë. Po, normal, kjo, besoj që janë për çdo njeri edhe për mua edhe jam i pasionuar shumë për natyrën, bjeshk, edhe... A ka njerëz? Jem gjanë edhe jam non-stop këtu. A ka... Kemi mjellë edhe pem, në vitin tjetër menojmë i mjellë dikun një trupa pisha, që pjesën këtu. A mendon që ka një pjesë e njerëzve të këtij fshati që dalin në qytet me jetu, sepse nuk kanë ndoshta... Shumica e ndalë. Shumica e ndalë. Unë e kam kërkesa që të vej bashkëfshatarëve me u punu tokat. Onë gjendje më të paguve që shko pa punë më tokën. Se është janë dalë në qytet shumica, veç për me bo një gjumë nuk thejet në katun. E ka punën, shkullën, gjithë shka atu. Shumica veç janë dalë. Veç unë jam tu me gjanë, në qytet dy katunët për rreth, veç unë me që jam që mira me bujqësi e blektëri. Cili kishte me qenë një mesazh e juaj kundrejt këtyre njerëzve që lëshojnë fshatin për me dalë për një jetë tjetër në qytet? Unë ju kisha propozu mas me nshu fshatin, se fshati është ma fitim prurs, me ditë me shfrytzu, tokën, natyrën, gjithë shka, me shka do që të mirë, hapësirën, sepse ki hapësirë ma shumë fshatrat, ka hapësirë me shka do që të munuhësh me i hecë për para. Qa menon për qytetarë që nuk e dojnë jetën e fshatit? Po, nuk e dojnë, kjo është se cili din punë të veta, mirë po kjo është pak e logjishme, i të uptu se të i mund për shembull me nejtë në qytet edhe me menu keq për fshat edhe me nejtë ato me një rrugë standard që i kim na 300-400 euro edhe milion këtu 4-5 euro, e i të kuptu në fshat. Na punujna dhe jetujna edhe çdo kush, edhe në Itali që janë punë, edhe çdo kush që del jashtë, mrena, ku do që shkon veç për interes, veç për punë, për me jetu shkon, edhe ku të gjon vetën do të. Unë nuk u mujt me gjetë rrugë 5-6 euro, 7 euro në për e rrugë, me limon Kosovë. Edhe pos që tu ku jam shtash, edhe jam këtu ju, nuk kam mas një kje që më gërë për gjonë, kam biznesin punën tem, shtash të i lanë shty, vitjerit, edhe kërshoj kry punë. Po dishka, gjatë orarit punës, normal, gjatë ditës, nuk mund t'i me la punën, sidomos në kuën që po jetu, që këshyrë në qatë rrugë, dhe thët, me shumë presion e me këshyrë, shekim na. Lirim, faleminderit shumë për kohën edhe krejt atë thona që ti na e ke përshkru jetën e fshatit, të bujqësisë edhe krejt punës që ju e bëni këto. E për krejt qytetarët edhe miqtë tonë të cilët na shikojnë, është një mesazh shumë i mirë i joti që tha pak më herët se edhe një jetë e fshatit nuk mundet me u përshkru me aq sa e bën një qytetar për shembull në Prishtinë ose diku tjetër. Kështu që ja vlen edhe me jetu në fshat sepse edhe këtu ka të ardhme edhe këtu ka jetë. Unë mendoj që e ardhmja nis pe fshatit. Mendimi jam që e ardhmja nis pe fshatit, pe çdo fshati. Gjithsesi, sepse paraardhësit tanë kanë qenë prej fshatrave e ne tash të jemi ndryshe prej tyre.
Për krejt juve që mendoni se një jetë e fshatit nuk është dhe gjithashtu një pjesë e bukur e jetës, ka edhe veçoritë e ty natyrore të cilat mundet me i përshkru një njëri sikur e bashkë me mua Elionën edhe Lirimin nga ky fshat Medvec i Lipjanit. Ne ju përshëndesim shumë nga këto edhe deri në fshatin tjetër, mirë veshje.